kam kënaqësinë të kem në panel zotin Plaren Dreca, deputeti PS-s, po dhe kandidat për Partinë Socialiste në listën e hapur të qarkut Tiranë, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Nga ana tjetër Lisandër Hoxha, kandidat për deputet, po ashtu në listën e hapur për Partinë Demokratike në qarkun e Tiranës. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe Ylli Manjani, jurist, mirëmbrëma Manjan. Mirë se erdhe Berat Buzhala, gazetar nacionale, mirëmbrëma. Mirë se erdhe, kënaqësi që të kam për herë të parë këtu. Dhe Ervis Iliazaj, pedagog, mirëmbrëma Iliazaj. Mirë se erdhe në nau. Po e nis me ju, zoti Buzhala, me që ju kam dhe për herë të parë. Tani këta emra që unë lexova, na pëlqejnë apo nuk na pëlqejnë, do t'i votojmë apo s'do t'i votojmë. Këta do t'jenë ata të sigurtë, deputetët e sigurtë që do t'ulen në parlamentin e Radhës. Si fillim një koment të parë për këtë lista, çfarë sollën, çfarë prodhuan në gjykimin tuaj? Fatkeqësisht për shijen teme, as lista PD-s, as lista PS-s, këto të sigurtat posaçërisht nuk janë as mbreslënse. Domethënë, jam absolutisht i bindun që taktika e PD-s nuk ka qenë e duhura, pra t'i japesh vend sigurt personaliteteve politike që unë ju më rrit me ta, domethënë, kam qenë. Si për shembull? Kam qenë adoleshent, ndoshta duke e përfundu shkollën e mesme, kur e kum pa edhe Palokën, Jozefina Topallin, edhe një numër të madh të personaliteteve që vazhdojnë. Telemana Berishën, doktorin. Tritan Sheun, për shembull, që është ende Tritan Sheun, Gjirokaste. Absolutisht. Domethënë, këta kanë qenë politikanë të viteve të 90-ta, kanë qenë të, ose disa prej tyre, viteve të 90-ta, edhe jemi në vitin 2025, ku bota po fol për ChatGPT-n edhe për inteligjencën artificiale, nuk më duket që këta njerëz nuk kam kur gjo kundër që me qenë listë për deputet, po m'ja u siguru mandatin, pra për mua është pak nonsens. Në anën tjetër, Roma është i përballën me 100 telashe, me 100, nështë ajo personalisht vetë, po ekipi ti, me akuza, akt akuza, me leaking, rrjedhjet informatave nga ajo, dhe tash po provon duket si një parti e re politike, duke i zhvendos këta të vjetrit në pjesën... Të spastroj radhët në një farë mënyrë, duke i zhvendos... Po nuk mund spastrohen, domethënë, ai mundet më ne heq nga vëmendja për pak, domethënë, po ne kur shkojmë listat i takojmë aty, kur i lexojmë mediat i takojmë aty. Pra, për fatin e keq, Partia Socialiste i domethënë Partia Socialiste po zgjat dhunshëm jo në kuptimin fizik të fjalës. Po zgjat dhunshëm mandatin e vet, domethënë, ka kohë që i ka skadu, domethënë në një vend normal, një shoqëni normale, nuk do duhej me qenë në qeveri Partia Socialiste. Pra, është partia skadume, pra, ka kohë që aja do duhet të rinovohej me këto kuadrat, mirë po, unë e shoh të pamundën me bërë reforma kur je në qeveri, domethënë, është pak a shumë sikur me vrapu kur je ty flajt, ose e kundërta, domethënë, është nonsens, kështu që... Ka tentuar ai me listat që ka prodhuar të bëjë një lloj spastrimi të këtij konsumit të madh, apo jo? Po problemi është Terama, domethënë. Terama vetë? Patjetër, domethënë, unë edhe para disa ditëve bëna një provova që të mos jem toksik, domethënë t'ia dha kreditin Berishës për rolin e tij historik, Ramës për të arritur atë ti. Mirë po, kur ka fituar 2013, apo? Domethënë, aktualisht ata që votojnë këto zgjedhje, kur Rama është zgjedhur herën e parë kryeministër, kanë qenë moshën 70 vjeçare, domethënë, po rriten me Ramën. Edhe partia më e madhe, domethënë, ne kemi pas rastin e Angela Merkel që qëndroi shumë gjatë në pushtet në Gjermani, u lavdru sa ishte, tash po shohin në Evropë, po thonë, hey, gabimi ka qenë Angela Merkelit, pra duke qëndru gjatë në pushtet, duke toleruar Rusin, s'po duhet me zhvendos debatin, po nuk ka subjekt politik, nuk ka personalitet as të fuqishëm. Që të rika gjatë, po thoni? Që të rika gjatë edhe të bëj ndryshime. Domethënë, sepse kjo është, këta janë duke u përtyp, domethënë, po vazhdojnë po riciklohen. Domethënë, inceneratorët nuk po punojnë për riciklime, vetëm subjekte që punojnë në riciklime janë partitë politike. Fatkeqësisht. Unë jam i dhënën, domethënë, më shumë më pëlqejnë subjektet e reja politike aktualisht. E shoh si një moment interesant në skenën politike.